Një ngjarje e rëndë ka tronditur sistemin e drejtësisë në Kosovë. Me urdhër të prokurorisë speciale, hetuesit e policisë së Kosovës kanë arrestuar prokurorin Bet Shala nga prokuroria themelore e Prizrenit në ndyshimin për marrje rishfeti. Arrestimi u krye në vendin e tij të punës në zyrat e prokurorisë në Prizren. Sipas burimeve të gazetës Insajderi, Shala u kap në flagrancë duke pranuar para nga një person ndaj të cilit kishte trajtuar një rast penal. Operacioni, i udhëhequr nga policia në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë speciale, është rezultati i një hetimi disa javor që përfshinte prova audio dhe video. Në video incizimet e siguruara nga mediat shihet një takim mes prokurorit Bet Shala dhe avokatës Drenush Berisha me 25 gusht të vitit 2022 në veturën e Shalës. Sipas incizimit, avokatja i dorëzon 350 euro prokurorit nga një shumë prej 700 eurosh që kishte marrë nga familjarët e klientit të saj. Në bisedën e dëgjuar qartë, avokatja i thot: "Çeku i kam parat, mi kanë pru sot, nuk më ka ndodhur ndonjëherë kështu, është hera e parë." Ndërsa Shala përgjigjet: "Njerëzit bajnë, këshyre, hajri koft, inshallah ja shohim hajrin." Sipas burimeve, rishfeti ishte dhënë që prokurori të mos paraqeste kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit për klientin e avokatës. Aktualisht, ndaj prokurorit Shala po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi. Prokuroria speciale ka konfirmuar arrestimin, ndërsa hetimet pritet të vazhdojnë për të zbuluar nëse prokurori ishte i përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme. Me akt vendim të prokurorisë speciale, prokurori Shala gjatë të hënës i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.